kaluara i kohës gjatë në telefon shpesh dëmton përqendrimin dhe fokusin. A na bën keq telefoni për syt? Dhe nëse prindrit të thonë i lodhe syt, të kanë thënë të vërtetën dhe nuk duhet ta mbash gjatë telefonit. Çfarë ndodh nëse e mbar telefonin shumë afër syve? Ti e mban telefonin shumë afër syve, je duke para të syve tuaj? Ja. Thjesht i afron më shumë dritë syrit, e lodh më shumë e dëmton më shumë. Por jemi në telefon, a duhet të na shikojnë prindërit? Po. Unë e di që ju mund të ndjeni pak të bezdisur nga kjo, por prindrit duhet të kenë kontrollin mbi telefonin apo tabletin tuaj. Ekspozimi ndaj këtyre modeleve të pavërteta shpesh ndikon në ankthjen, në vetbesimin e fëmijëve. Nëse ti kalon dhe jep fëmijës të model dhe pret që fëmija të ti stopohet direkte, patjetër që fëmija do angazhohet në sjellje. Kështu që përpiqeni të jepni kohë dhe ju fëmijës. Do të sugjeroja që marrëdhëniet të jenë vërtet të hapura, të diskutojnë tema, mos të ketë komplekse. Sepse ky kompleksiteti dhe krijimi i frikrave shpesh ndodh që fëmijët kalojnë në këtë arratisje dhe në këtë izolimin emocional.